Zoti Spaiu, në optikën tuaj, si e keni parë protestën që u zhvillua në sheshin Skënderbej në kërkesën për lirimin e Hashim Thaçit dhe të tjerëve, dhe sa e ndihmon kjo protestë apo lëvizje të tjera vetë këtë proces? Kjo protestë shkon në dëm të akuzuarve në Hagë. Nuk mund të përkrahësh një të akuzuar me protesta. Një të akuzuar mund të përkrahësh me dëshmi, me alibi, me avokat të fortë, por jo me duke kundërshtuar gjykatën, të cilën e ka vendosur parlamenti i një shteti të pavarur dhe sovran. Kështu këtë punë, mbrojtjen më të mirë po a bën Albin Kurti, i cili në qeveria të cilit deri më tani ka paguar mbi 30 milion euro për avokatët më të mirë në botë për mbrojtjen e të akuzuarve në Hagë. Ndërsa qeveria e Edi Ramës nuk e ka dhënë edhe 1 cent të vetëm. Nuk ka ndihmuar, po që Edi Rama do të dëshironte ta mbronte shokun e vet, Hashim Thaçin, ai mund të thoshte fare thjesht ja qeveria ime do të paguaj gjysmën e shumës, paktën të kostës së mbrojtjes së Hashim Thaçit në Hagë. Por ai këtë nuk e ka bërë. Protesta bëhet për qëllime të thjeshta politike dhe është bërë në fakt për të rënuar pushtetin e Albin Kurtit. Dhe kjo është ajo interesi i Edi Ramës. Në Kosovë tani janë zgjedhjet për balotazh. Në Maqedoni ditën e sotme bëhen zgjedhjet lokale, po ashtu dhe njëri prej natyrisht oponentëve politik i cili garon në këto zgjedhje në Maqedoni është Ali Ahmeti dhe partia e tij, dhe kjo është një përpjekje për të mobilizuar të gjithë ata që kanë çfarëdo nostalgjie për luftën shqiptare, për UÇK-n e tjerë, për në këto zgjedhje të cilat o për të rënuar Albin Kurtin në Kosovë, o për të rënuar ndikimin e Albin Kurtit në Maqedoni. Sepse dihet në pjesën opozitën e Ali Ahmetit në Maqedoni e ndikon Albin Kurti, ndërsa Ali Ahmeti është i ndikuar nga Edi Rama. Kjo thjesht është një betejë politike në mes të Edi Ramës dhe Albin Kurtit. Në këtë rast, si e shikoni këtë përplasje mes vet Albin Kurtit dhe Edi Ramës? A është Edi Rama në këtë rast pra ai promotori që kërkon të japë? Para se të përgjigjem në këtë pyetje, më lejo vetëm të tregoj përse kjo protestë e rëndon situatën e të akuzuar, nuk u aleton, nuk i mbron, por përkundrazi u bën më të rëndë. Që narrativen që kanë ngritur avokatët më të mirë në botë, madje edhe dëshmitarët e mbrojtjes, siç është James Rubin dhe të tjerë, është se të akuzuarit në Hagë nuk e kanë kontrolluar luftën e Kosovës, nuk kanë qenë komandant të vërtet, kanë qenë komandant të rem, më tepër kanë qenë zëdhënca të kësaj organizate se sa komandant. Dhe prandaj duke qenë të tillë, ata nuk mbajnë përgjegjësinë për krimet që janë bërë dhe për përgjegjësinë e tyre komanduese, për shkakun që nuk kanë pasur vërtet kontroll të terrenit. Sepse tani nuk mund të thuash edhe të marrësh merita për luftën shqiptare, edhe të mos marrësh përgjegjësinë për vrasjen e patriotëve më të mirë të vendit, për vrasjen e civilëve të pafajshëm që kanë ndodhur në territoret ku demek ata kanë kontrolluar, dhe avokatët po përpiqen, do thonë që t'u largojnë përgjegjësinë për këto krime të kryera, duke ngritur këtë narrativ. Në ndërkohë që protesta dhe protestat e ngjashme shkojnë në drejtim të kundërt. Ato i lartësojnë si komandant, si qirimtar e tjerë, që do të thonë u angarkojnë përgjegjësinë të cilën avokatët përpiqen të dëshmojnë se nuk e kanë.
Kurse se përket pyetjes së dytë, të cilën deshet ma bësh për atë se çfarë prodhon përplasja Rama Kurti, thjesht kjo është një përplasje për cilën përgjegjësi kanë të dy palët, por përgjegjësia iniciale i takon fillestarit, takon Albin Kurtit, sepse ishte ai i cili i ngrici Edi Ramën i pare. Është ai i cili shkoi në Tiranë për të votuar atje si oponent i Edi Ramës. Kështu që në këtë aspekt fajin për prishjen e relacioneve në mes tyre është Albin Kurti. Ati i takon, faj fillestar. Mirë po për dallim prej Edi Ramës, Albin Kurti asnjëherë nuk ka bërë ndonjë veprim që ka dëmtuar interesat e Shqipërisë. Nuk ka as ndonjë deklaratë, as ndonjë veprim konkret me të cilin ai ka dëmtuar. Thjesht pjesëmarrja në zgjedhje si shtetas i Shqipërisë nuk është dëmtim i interesave të Shqipërisë. Thjesht është një sjellje e pahishme e tij, karshi Edi Ramës, edhe karshi Kosovës për faktin që është kryeministri i Kosovës, por nuk është një diçka që ka dëmtuar interesat e Shqipërisë. Thjesht një vot më shumë ose më pak. Në ndërkohë që veprimet e Edi Ramës kundër Albin Kurtit në masën më të madhe janë edhe kundër Kosovës, nuk janë vetëm kundër Albin Kurtit. Përshiktu edhe këtë protest, e cila duket sikur është përkrahje ndaj Hashim Thaqit, por në fakt është edhe kundër Hashim Thaqit. Edhe pse në rënd të parë bëhet kundër Albin Kurtit. Veprimet të cilat thjesht e kanë dëmtuar Kosovën është nga më të rëndat, është propozimi për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Propozimi që ka bërë Edi Rama është shumë më si të them, ja ngrit pazarin Kosovës, domethënë e bën më të favorshëm për Serbinë, se sa propozimi që ka bërë muaj më pas Bashkimi Evropian. Domethënë, Bashkimi Evropian si ndërmjetës o tregua shumë më miqësor ndaj Kosovës, në ndërkohë që Edi Rama është treguar shumë më miqësor ndaj Serbisë. Ky është dallimi. Dhe tash ti ku në një pazar ti e pret pazarin, më thonë në favor të njerëz palë, edhe kur pala meritore e pret një pazar më të ulë për Kosovën, më të favorshëm për Kosovën, më të disfavorshëm për Serbinë, atëherë shihet tash qartë që ti ke mbajtur krahun Serbisë dhe jo Kosovës. Por mos folur për atë që qeveria e tij, Edi Ramës, ka qenë e para e cila i ka vënë sanksione Kosovës. Më pas vërtet që Kosova ka marrë sanksione edhe nga të buta nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pak më të egra nga Bashkimi Evropian, por qeveria e parë që ka ngrenë sanksione ka qenë qeveria e Edi Ramës. Kështu që këto ngritje në mes të dy kryeministrave kanë prodhuar edhe këtë gjendje.